Kjo pëmi ishte këtu e Boronicës në fshatin Ramoc, të komunës së Gjakovës, kur është ngritë? Spari faleminderit që keni gjetë kohë me ardhë, është ngritë në 2013. Si keni ardhur te ideja nga për me ngritë këtë pëmishtë? Në fakt, kemi shikuar në rrjetet sociale, kemi panë si grant nga USAID në 2012, kemi apliku, kanë kërku kushtet e tyre dhe na kanë miratu. Në bë para pak kishtë analizat e tokës? Po, analizat e tokës të ujtë, kushtet klimatike, pak përvojën bujësi, edhe kështë ka ardhë të ndërtimit. E Boronica çfarë tokë don? Ma shumë e don acetike. Dhe kjo tokë është acetike këtu. Po. Ka pasur sukses, cili viti i prodhimit është? Është viti ashtu 13-14. Je gjatësia e saj përdoruese? Po mbarët e për i shëndetit, në ato që kam lexu, mund shkoj 20 vjetë, 25. Do të thotë që ka diku 13 vite. Po. Edhe pse ka qenë 3 vjeqare kur është mbjellë. Cilat sorte janë? Janë sorti Duk, Elliot. Kjo është Duka. Po, Blue Crop. Këto ratë. Edhe Legaci. Viti që mbaroi, a ka qenë i bereqetshëm? Mirë ka qenë, ashtu me thanë, pak të atësire tepër ka qenë. Do është shumë me ujtë, edhe ka pasë në prill disa ngrica që kanë ndiku negativisht në fazën e lullëzimit. Sa si përfaqe janë? Dhe 1 hektare, 3 hektare. Fitimet e mira janë? Ja vlen më marrë me ta, ma mirë me punu këtu se me dalë me punu diku tjetër. Afër shtëpisë, afër punës. Nga kjo si përfaqe, a mund përbushet kërkesat familjare për një familje, për jetë normale, nga kjo si përfaqe, për 1 hektare diçka? Me kushte mesatare, po. Po. A punon dikush tjetër përveç jush? Veçantarë të familjes të. Ke edhe diçka tjetër përveç Boronicës? Boronicës për i pembe ju e këto të zakonshme, që janë, si me thonë, kopsht e pak, edhe vllau ka dhe rëni. A mund të mësojmë edhe pak specifikat prodhuese, specifikat e mirëmbajtjes? A është të vështirë trajtimet, a janë të vështira të pemës, me vaditje, kujdesi me vaditje, ushqimi e këto? Sigurisht që ka të ri që do të mësojnë. Ka vështërsi, dënë punë sistematike dhe vazhdueshme, që prej pranverës e hershme, edhe djej në nëntor. Sistemi ujtë pa tjetër, sidomos në fazën e verës, ujnë e tepërt nuk e dënë vendet kullueshme, me diell, edhe normal që dënë mirëmbajtje, krasitje, ndë një insekt nështë me trajtu, edhe pse s'kemi shumë problem. Nuk ka? Jo, nuk ka. Dëmtus nuk ka shumë? Jo, vetëm shpenzet janë pak dëmtus në kohën e pjekjes. Po thuj se është bioprodhim kjo? Tash pak zarar bio, se në kushtet natyrore se të klimës, se këto janë pak problem. Po. Kështu që unë mundona me trajtu sa ma pak me plera kimike, po thuj se gati hiq, vetëm me kristale, kur të ma lejan analiza, kurse për gjona tjera, mundona mi përjashtu.